Në kuadër të një operacioni policor të koduar tracking, specialistët e sektorit të krimeve të rënda në Tiranë, në bashkëpunim me shërbimet e Komisariatit të Policisë Krujë, kanë zbuluar një arsenal të konsiderueshëm armësh dhe lëndësh eksplozive në një banesë në fshatin Zall, Fushë Krujë. Kontrollet e policisë kanë rezultuar me gjetjen e 3 kallëpeve tritol, 12 granata dorë sulmuese, lëndë plasëse të gatshme për shpërtim, të montuara me kapsulla detonatore, fitil zjarrpërsjellës dhe celular, 3 ndezës granatash, kapsulla detonatore dhe 5 celular, 4 armë të zjarrit, 2 automatik dhe 2 pushk, 8 krëra dhe pjesë armësh, 6.000 fishek të kalibrave të ndryshëm, 2 kg me 25 gram kanabis. Operacioni zhvillohet në kuadër të hetimeve intensive për ngjarjen e datës 12 nëntor 2025, që ndodhi në rreth rrotullimin e Rinasit. Pronari i banesës, shtetasi Ylli Zalla, 48 vjeç, është shpallur në kërkim, ndërkohë që policia po punon intensivisht për kapjen e tij dhe për të zbardhur lidhjet e mundshme me ngjarjen e ndodhur pranë rreth rrotullimit. Materialet procedurale i janë referuar prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme, ndërsa operacioni policor tracking vijon në teren.